Unë qaj shpesh vetë jam shumë i ndjeshëm. Te plus njësh ishte bombë. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Flak Fare podcastin më djegës në qytet dhe jo vetëm, siç do zakoni, falenderojmë gjithë ata që na ndjekin kryesisht nga diaspora. Po e di, jam munduar, po jam ambientalist, nuk dua. Më fal, dalim me pankarta. Dalim me pankarta. Zonja e zotrinja Arion Muça, sepse nuk mund ta lindë që ta mbaroja prezantimin. Kënaqësi e madhe që je këtu. Faleminderit shumë që pranove ftesën. Faleminderit. Po kishim të ftuar se kishim ftuar, e kupton, edhe më duk kështu. E ke fjalën për veten? E kam fjalën për veten. Ne kërkoj ndjes. E kuriozisht, kur larg qoftë të largojmë nga jeta, do thonë, jo është fjalia që s'vriste asnjë mizë. Ndërkohë prandaj e mori tha se vrau mizë. Megjithatë, para se shkoj tek Arioni, dua të falenderoj sponsorat e mi, absolutisht Argjendari Donaldo, gjeni lehtësisht përballë qendrës Top Tani, birën Epos, birë legjendash, rumin Bumbu, sallamet tona, harrova diçka jo no? Jo. Mos harroni të na bëni follow, subscribe në rrjetet tona, Flak Fare në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe sigurisht Hoje Media në YouTube. Tashmë rikthehem tek Arioni. E para dua të subscribe është pa lek. Ja kujtojmë. Absolutisht më është. Nuk kushton gjë dhe like, dhe komente. Nuk e di pse është kthyer kaq e vështirë. Shqiptarët nuk bëjnë komente. Nuk bëjnë në YouTube? Jo, në YouTube jo. Shqiptarët në YouTube janë inexistent. Ne shqiptarët. Nëse shkon dhe shep kanale italiane apo amerikane, varet ku i ke syt, janë plot. Është kultura e YouTube-it me theksuar aty. Po pse të na jo? Dhe komenti dhe like-u i jep mundësi creatorit, rastin konkret ty, të kuptosh çfarë mund të bësh më mirë. Po pra pse se kisha menduar këtë gjë? Çfarë mund të bëjmë mirë? Unë jam ose një sër të ftuarish që ti ndoshta s'e ke menduar kur, po mund të jenë interesant për publik. Komentoni poshtë kë doni të ftoj në këtë emision, por mos harroni që shpesh refuzojnë. Kështu që ju jepni listën tuaj, po unë se ndjek kur aty, do bëj prap listën time. Ora, shikoj, nuk kanë fajde njerëzit, dorë se janë shtuar 50 podcaste, i ftojnë të gjithë dhe nuk kanë më nerva, nuk kanë çfarë thonë, për shembull. Di çfarë mendoj për podcastet, është zhvillimi më i bukur që ka patur radio, që ne të dy kemi bërë. Podcast është një radio me figurë. Është më shumë një radio me figurë sesa një emision televiziv me audio. Apo se podcastin e vetvete është më i dëgjueshëm në këtë sens. Ja, ne të dy në këto momente dikush nëse na kanë makinë, mund na ketë vendosur aty dhe nuk ka nevojë të na shohë. Okej, duhet të shohë sponsorat e tu, dhe i përshëndesim. Po mund të dëgjoj. Po mund të dëgjoj. Mund të shoh me vesh. Po, kështu që e përshëndesim atë makinë. Po, i përshëndesim gjithë. Ideja është që ne kemi çik më interaksion se janë këto djegëset, janë reagimet. Unë nuk mendoj se kam një podcast më film se sa një show YouTube-i. Nuk ka shumë karakterin e podcastit, paçka se mundohem që të kem ftuar dhe ta orientoj bisedën që të jetë e kënaqshme. Nuk dua të bëj elozhe se të kam shok do duke kështu sikur të ngëllon të keq, po mendoj se jeni në top 3-shën e njerëzve që bëjnë materiale si vet creator më të mirët në Shqipëri, kështu që po të zovia Arion Muça ta kisha zemrën sa i mirë. Ja, zemrën ja, lere. Ja, po çfarë? Hyrem jetën time, hyra avash, do të kapje zemrën, po kapë thorë me trashla. E ke dëgjuar atë që thonë nxirr një herë për drek, ti më ke nxirr për dark, në fakt. Jo, more, jo. Shiko, para një herë të falenderoj, besoj që thua nga zemra ato numrat. Absolutisht. Mirë ka qenë ore, kur e mendon. Po shiko, ka një gjë, ti e thua se janë numrat apo e thua sepse shikon një vlerë për te numrave, se shpesh ka ca gjëra që marrin numra dhe janë vlera. Shiko, edhe një herë, mos të filloj me lozhe kështu se të thash jemi shok. Por vlerat e një showmani, personazhi publik, moderatori, quhet si duash veten, njëri që bën content, producent, çfarë dush ti. E tregon koha, nuk e tregon vetëm një format që të krijon apo jo sukses, sepse ti mund dalësh tani nudo aty të bësh fjalime nga 2 minuta, edhe ti jesh njeriu më i klikuar në Shqipëri. Po vlerat dhe ide të lezetshme, se kisha ndurë. Po me censur, vendos një censur. Po mund të vendos një gjë pa. Një kështu, një tona. Ajo mbulon gjithë në trupin. Nëse e kuptoj çfarë thua. Sa vite ke në ekran, vetja ke dal, kështu që mendoj që vlerat e tua nuk kanë nevojë. Mendoj se kam pas Nëse shumica e njerëzve nuk e dinë që kam mikë dhe jam suportuar nga klane. Po, të fsheta. Sorostiane apo? Po, jo vetëm. Jo vetëm, beshim bashkë. Po, kam shumë suport, po mos flasim për mua se është
është momenti për të folur për ty. Unë e kuptoj që ti je profesionist i fushës dhe unë personalisht kam vënë në re që kur je intervistues vet, e ke shumë të vështirë të pozicionosh në pozicione drejton emisionin. Edhe unë e bëja thjesht. Është profesional. Ore, kur jam në panele, filloj korrigjoj prezantuesit. Edhe unë filloj i shoh hallet, si mund ta kishte bër. I bëj pyetje, i them ti bëj një pyetje, i marr lej. Problemi Bjeta sulur kemi kam shumë i kesh, e përshëndes. Edhe unë sa jam te Bjeta, i them Bjetës ti bëj një pyetje, po thot Bjeta, bëj një pyetje. Është deformim profesional. Rri aty ta nis me ty. E para ti e di pak a shumë formatin se si është nga më pak djegse dhe shumë djegse, unë e di që marrëdhëniet si ke shumë të mira. As për alkoolin, as për djegse, po për ty do e provoj. Hajde një gëzuar sa për kështu. Me qesh me 4.8 alkool, Po shumë i lehtë. Është birë shqiptare. Po dhe paketimin e pas ka kështu se europiane ama. Po ngjan me belge i kam thënë, por edhe kam takuar Erindin, i kam thënë që më shumë ngjan me një markë. Erindi, djali që e bën? Erindi po. Okej, nice. Është shqiptar, më shqiptar. Po Erind. Me ujë erseke. Shumë e mirë. Është e turbullt ajo. Shiko, pa u mërzit Erindi është ngjan një si Paulaner, po Paulaner quhet birë mirë. Po se është e pa filtruar, është e turbullt, edhe ka atë shijen nga atë. Si motra e mos ngjan keq, por që unë e cilësoj birë të mirë Paulaner. Kushurira. Kushurira, po. Dakor, tani me ty tani. Jep. Unë ty të njoh që në 2009. Pra u bën 17 vjet. 17 vjet ore. Sa vjeç ke qenë 23-24 vjeç sa ishe kthyer nga Italia? Ti ishe në universitet apo? Unë isha 20 vjeç, isha në universitet e majmend, erdhe aty Urazali që i thon jug grave të pallatit ton. I bukurosh, shumë i veshur mirë, shumë simpatik, por shumë i komunikueshëm majmend, ishte shumë i sjellshëm. Përshëndesja njerëzit në parashënësore. Kjo ishte çudi për shqiptarët. Si jeni mirë, i thosha, dhe asnjëri s'më kthente përgjigje. Dhe unë i thosha prapë, si jeni mirë? Me idenë që s'më dëgjuan, ata thjesht nuk më përshëndesin. Ti shkoje tek vllai im që qethesh atëherë në fillime, të njoha prej vllait, thash djali. Edhe majmend që më tej fillova të njoh edhe më gjerë familjen tënde. Më duhet ta them publikisht këtë gjë, që për aq kohë sa ju njoh, jeni një ndër familjet më të fisme që unë njoh. Faleminderit, shumë faleminderit. Sigurisht mund të ketë njerëz orë që për një arsye apo për një arsye tjetër mund mos të pëlqejnë. Po unë ajo unë lutem mos t'i pëlqejë të gjithëve. Eksakt. Se bie që ke qëndruar për diçka që ti beson. Po nëse u pëlqen të gjithë bie që është mashtrim. Mendoj se jeni një familje shumë e lidhur, shumë bërthamore, më ka pëlqyer jashtëzakonisht afrimiteti, bërthama e fortë që keni, se sa afër njëri tjetrit jeni. Është vlerë e jashtëzakonshme, unë besoj shumë. Absolutisht. Atë doja të përmendja që unë të mbaj mend gjithë rrugtimin tënd që ti e ke përmend gjithmonë si një referencë babain tënd Agroni, Goni, i cili është një njeri jashtëzakonshëm për mendimin tim, shumë i mençur, shumë i disiplinuar, shumë i sjellshëm, shumë i edukuar, ka të gjitha vlerat që unë mundohem në përqindje të vogla të gëzoj. Absolutisht. Unë mendoj se ti gëzon gjithashtu. Shiko, unë mendoj që ai brez, duke mos folë këtu për babin, po duke folë për gjithë baballarët tanë atij brezi, kulturën, edukatën e kishin të rrënjosur në ADN. Ne fatkeqësisht jo edhe aq shumë, jo se jemi më pak të disiplinuar apo më pak të edukuar, por jeta ku jetojmë ne është ndryshe nga jeta ku kanë jetuar ata. Pra janë dy botë paralele, të ngjashme, të ndërthurura, po jo të njëjta. E drejt, absolutisht, ato kanë qenë, duhet besoj kohë më të vështira. Këto kanë qenë më kalitse, më të vështira, dakord me ty, po edhe me më shumë zemër, me më shumë shpirt, me më shumë solidaritet, me më shumë komunitet. Unë mbaj mend kur kam qenë fëmijë në Vlorë, shkoja haja mëngjes te komshia pa i thënë gjë mami dhe babi turkisja. Teta Teftës futesha brenda, kisha fëmijët e saj kushurinj, pra në botën time ishin kushurinjtë e mia, ata futesha brenda, aja qofte edhe petulla çapanin ata për mëngjes, ose më bërtiste komshia i katit tret që pse s'isha kthyer në orar dreke në shtëpi, nëse më ndodhte diçka e dija që komshia që kisha përballë i thoshte babi çka se pa sharionin filan vend, pra ai brezi jon ka patur një jetë më komunitare, sot ka humbur, ta thash ne s'përshëndetet edhe më për ascensore nëse nuk njihemi personalisht si njihemi ne. Nëse është fenomeni multikulturalizmit këtu, multikulturalizëm quhet faktin. Ma çam multikultur, thua ti, kam dëgjuar tekstualisht në lagjen tonë, se ne jetojmë në një lagje, kam dëgjuar tekstualisht një zonjë e kishan kafe më njan dhe thoshte, "Ça buri ajo, buri filankës." Pse i thoshte ajo? "Ça buri, u fut në ascensor, as më foli fare dhe as më hodhi syt." Që nga kafsh. Që nga bërë, si flasë grave të botës. Patjetër. Çdo ti me gratë të botës i flasë. Edhe në ascensor. Po pra, e kupton ti? Po të jo pra.
Ç'është kjo? Burr thash, po ktheu kurizin dhe s'm foli fare. Po pse më atëherë në Vlorë flisnin të grave në ascensor ju? Jo, duhet s'kishte ascensore para një, në kati 4 ishte maksimumi. Ne në Vlorë kemi patur një fjali shumë të bukur që ishte si është shtëpia. Nuk pyesnim si e ke gruan, si e ke mamin, se s'mund pyesje sepse ishte mungesë respekti për pyetur për gjininë femërore, po kjo fjali mua më ka mbetur, si janë nga shtëpia. Si e ke shtëpinë? Pra si janë nga shtëpia, për pyetur për të gjithë. Po ti sot nuk të përshëndet më njeri as për të çar. Jo për çfarë tha atë më se thuaj. Po fare. Fare, ja merr ai dalim vetëm vraskrave. Ai dalim bashkë tani, lëm qesën e mbeturinave para gjithë pallatit tonë. Lëm aty dhe ikim. Të thot dikush gjë merre me vete? Po ai ka qytetarisë se ndjen përgjegjësi vetë ta heqi. Biles do të kuptosh çfarë komshiu ke, lej qesën e perave aty edhe po se hoqi bën dhe moral. Po ti kam një hap që ta kam lënë aty se çfarë terrash jeni. Nëse unë kisha tek familja jote që pak a shumë ne jemi komshinj, për gjithë ata që din, kemi qenë më saktë komshinj për shumë vite. Edhe pak a shumë e kemi ndjekur njëri tjetrin përpara se ti të jesh figurë publike, çuditshme që pastaj u ktheva edhe unë më vonë. E kemi ndjekur gjitha etapat, por e njohim edhe në një dimension tjetër. Dhe ndjeja një lloj nevoje për ta thënë këtë gjë, se realisht e konsideroj vlerë. Besoj te babi kur ta shoh intervistën do i bëhet çep. Gonit përshëndesim. Se kishit edhe qenushat që i nxirrnit bashkë nëse e mban. Bravo. Po qenushi i parë. Si quhej se Fufi, bravo Fufi, që humbi një moment. Po. Sa gjuna. Edhe Milo ajo apo. Milo humbi nga e mori. Milo të përshëndes. Nëse, pastaj maj mend që se duhet edhe këtë për Gonin, maj mend që një periudhë jetës time duhet të disiplinohesh edhe çohesha herët, edhe duhet dilet e liçenin për të bërë vrap. Sa do që mundohesh atë çohesha herët, gjë gjithmonë Gonin që mbyllte. Goni ishte duke mbyllte. Po vaj njeri domethënë nuk e di. Ti e ke disiplinën e ti? Mundohem. Ora ta lyem parën se po lyej vllai, ngjye si do ta kapësh me patat, me kështu me dorë kapun se jemi. Po më ngjye vllai, ne i themi ngjye nga Vlora. Ngjye i themi ne nga jo. Bregu, se ne na ka rënë yja. Më thon kjo është më e lehta tani, ëh? Të do që kjo? Na. E ndjen, gjithmonë. Ja, deri në një pikë kështu të lehta janë. Të pëlqyeshme. Nice. Të lezettueshme. Vazhdo, mund të ishte në shitet e mia. Domethënë nëse do ma servirje do ta konsumoja, kaq pikante. Po deri në një pikë aq ja, nuk është, pastaj fillon. Kam qenë në kin, që thua ti. Aha. Ma nisim ma bëni çfarë. Jo, shkova apo ti. Ishe në kin? Në Shenzhen, po. Isha në Shenzhen, isha në Hong Kong, që është e vërteta, dhe nga Hong Kongu ishte 1 orë me tren Shenzheni, tash tani thjesht 1 orë nga Shenzheni mos të shkosh, që është Kin. Edhe shkoam edhe ulëm në një nga këto lokalet, isha me një shokun tim, ulëm në një nga këto lokale tipike, kishte vetëm kinez. Shenzheni s'kishte pothuajse fare të huaj. Edhe i tham, no pikante tha jo, s'ka pikante fare. Ishte kjo gjëja këtu. Ishte jo pikanti atyre, ishte versioni no pikant. Do me thënë, nuk u dojgjë, më përvëlluam, bashkë një jave na doli. Se i kanë shumë, i kanë kinezi, i kanë shumë djekse? Që thua? Se dija, unë dija këto, Meksikra, Indira. Po vlla, ishte makaroni dhe gjeje brenda speca djekës nga kaq, po kështu tek. Të ngullur kështu. Shko, do të pyesum për udhëtimet e përgjithshme, do të pyes gjitha me radhë. Por si fillim do të pyesë. Po ke skaletën një. S'kam. Kam, i shënoj këtu. Okej. Po që nuk kam nevojë se je profesionist. Cili është paragjykimi që të ka ndjekur kur je kthyer në Shqipëri dhe që të vazhdon të ndjek ose një paragjykim ta bëj kështu, një paragjykim që të ka ndjekur më shumë se kushdo paragjykim në jetën tënde? Shikoj, nuk është paragjykim. Gjykim. Po në Shqipëri në periudhën, sidomos në hapat e para në karrierë kur dola në ekran, ndryshe nga masa në atë periudhë, unë vishesha me ngjyra. Dhe kjo veshura me ngjyra që kisha unë, duke e çuditshme, duke egzotike, edhe në fillim nuk të kuptonin, sepse duhet ishe i veshur me zeza, bluzën me vija, ato këpucët duhet ishin me zezat. Me thonë, unë vishesha me rozë, vishesha me portokalli. Kishe gjithë stilin tani, se ishte vetëm ngjyra. Ishte stili italian, ishte stili që vinte nga Italia. Dhe në fillim, nuk e ndjeja që njerëzit më shihnin çuditshëm. Nuk e di çfarë mendonin në kokën e tyre edhe pse mund ta mendosoj, por nuk e di qartësi çfarë mendonin, po ndihesha i vëzhguar, ndihesha si ai delja e zezë në mes të deleve të bardha, sikur kisha diçka që nuk shkonte. Nuk e di a pata unë apo jo ndikim, dhe mendoj se diçka ndikim pata, se disa vite më vonë, ndoshta edhe pak vite më vonë, dhe sigurisht edhe nga rrethana të tjera dhe nga trysni të tjera, filloi Shqipëria dhe djemt të visheshin me stil, të visheshin me ngjyra, të visheshin me xhaketa, të visheshin me kapele siç e tani ti në këto momente, të visheshin për shembull vishesha daljet e mia të para në ekran me emisionin Një këngë për ty në Top Channel me të ndjerën Wed Al Sayed, unë vishesha me kostum me atlete. Që për italianët ishte një gjë krejt normale, edhe me vinin mesazhet poshtë, po ky s'ka këpucë si vjen turp. Don atletet visha pa çorape.
që të më duke kavilja. Edhe thoshin, po ky s'ka as çorape. Pra për cilin thua ti? I blini një palë çorape këtij. Domethënë ishin komente, sa mbaj mend një herë, po dilja për të marrë ajër nga pauzat që kisha me Wedën, edhe dolëm jashtë nga studiot e Top Channel, edhe mbaj mend një grup me çuna goca, po atëherë ishte sapo kisha dalë nga Bigu. Në të voglën time isha në prime-in tim. Dhe mbaj mend një grup me çuna që më shan siç po shajnë së fundmi të shkretin, të gjorin, të gjatin tonë, Edi Rama. Atë mbaj mend që tha para disa ditësh ai që më shajnë tha QR, tha. Edhe më shan keq fare. Çfarë thua? Po. Tani Vlonjati vazhdon të ishte aty brenda vetes time, edhe i afrohem, por ndërkohë që i afrohem më kujtoa babi im që më thoshte gjithmonë. Do jesh në qendër të vëmendjes. Numëro deri në 10 përpara të bësh çfarë do lloj gjëje. Numëroj deri në 10 dhe vetë afër dhe nuk e di pse truri im në ato momente më formuloi tekstualisht të fjali. Ore çuna mos doni të bëjmë një foto? Dhe njëri nga ata thot po vlla lutem, se s'dinim si ta thoshnim. Edhe unë kuptova që thjesht ishte një sjellje groteske sepse nuk dinin të silleshin ndryshe, ashtu ishin mësuar, ndoshta në stadium, ndoshta në përlagje, ndoshta tonin thjesht të bënin një foto me një personazh që kishin parë në ekran, po s'dinin si të rishin vëmendjen, dhe më shanin. Nuk e di ishte zyrësi. Po foto më kanë kërkuar mua që më shajnë ata kam që do po s'ka kërkuar foto, unë s'kam. Shiko, do të duket qesharake. Kam një tip që hape rrugën. Dgjoj. Ja, ai s'do foto. Ai në makinë nuk të njeh. Por nëse ti hap Instagramin apo rrjetet e tua sociale ku je më së shumti ku të shkruajnë apo të komunikojnë, do të shef në një çfarë dhe ti shkruan. Mos ka se kam me ty thotë. Ma balla. Po, seriozisht, absolutisht. Po, ishte një po. Nuk percepton si njeri ai kjo është. Nuk percepton vërtet si ajo. Po, kur je live do të kesh kujdes. Po, ndryshon, po. Ndryshon. Po sigurisht është ai problemi i rrjeteve sociale që ka humba të përballjen pasojat e fjalës. Aso kohës kishte. Edhe kështu që njerëzit kur të shanin si koment. Po të shanin. Nuk komentonte. Erdhi. Nëse e të mërshme, se nuk e din njerëzit dorë, se Arioni nga që është kështu simpatik i veshur, i kuruar, kështu me radhë, nuk e din që mund ta mbaj thesin një orë na kur e kanë parë për herë të parë që po s'bëjmë modesti tani mos na. Do mund të dalin nofë në dorë, kështu. Po ku e ke mësuar gjithë atë grusht mirë ti vëlla? Po kur shokët lëviznin në Itali. Në Itali. Po sa diçka po lërë. Nëse ti në Itali, do të thotë po sondi edhe Goni bokson shumë mirë. Po Goni ka qenë ish kampion boksi, disa herë kampion boksi dhe kur kam qenë i vogël ngjy edhe në të dytën. Të ka mësuar? Po, jam stërvitur me Gonin deri në 16 vjeç. Dhe bokson mirë, mos harroj. Dhe 16 vjeç bokson shumë mirë. 16 vjeç bëj një ring me babin. Futemi në ring, bëjmë. Bravo. Jo. Isha 16 herë ata algebrën. Isha 16 vjeç dhe po Goni vërtet bokson shumë bukur, domethënë. Duket ai. Është, kur shef Gonin që bën boks, është tamam si kur shef një ish boksier, edhe pse Goni asukoj ka qenë shumë i ri, po flas kur isha unë 16 vjeç, pra 20 vitesh i bit. Në një moment Goni po luante me mua, nuk e di si ma nxjerr një të majt gjys krosheje dhe gjuaj fort, pa gjuaj bukur. Herë parë që gjuaja babin. Se si e kisha kap në njëherë kokën. Dhe ndaloj. Gjuaj një iso. Okej, tha. Si vesha më dorezat. Jo më zhdëpi në dru. Ashtu, ha? Pa. Më zhdëpi. Po mirë ta bëri. Po si vesha më dorezat se pak u mërzita me babin, pak u mërzita me veten, se unë mendoja, që ai s'më gjuante, unë mendoja se s'më gjuante se s'mundej të më gjuante. Ai ngatrove. Ai s'më gjuante se më kishte djalë, më kishte fëmijë, edhe më linte të stërvitesha. Bënte ndonjëherë shumë një ngacmim të vogël me një maj llapete. Jo, më vlla ma bëri undën kaq. Çfarë thua? Po, kur vajta në shtëpi, merru me mamin, çai ndodhi djali. Pastaj rrau mami babin ta. Edhe unë kam pas bërë me babin, vetëm që unë nuk godisja kurr. Unë edhe prisja. Po. Po të ka të tik. Uli duar. Thoshte uli dhe duar. Mos çaj. Nëse mo. Edhe këto kjo na ka bërë të para kur ishim fëmijë, mamaja që thoshte hajde këtu se s'të bëj asgjë. Po. Aty vlla, filloi dyshimi. Ha? Hajde të thash se s'të bëj gjë. Ti e di shumë mirë. Është cila ishte më e mërshme, hajde se s'bëj gjë apo flasim shtëpi. Ja them babit. Flasim shtëpi apo Jo, ja them babit, ishte fjalia që më terrorizonte mua. Ja them babit. Ja them babit. Mos se do ja them babit. Ai dinte edhe për katra gjëra. Mos se do ja them babit, e di kush është që babi mua nuk më gjuante. Vetëm prezenca e babit, e zhgënjimi që i shkaktoja babit ose ajo kur ja thoshte mamin që unë kisha bërë diçka që s'duhet ta kisha bërë apo isha sjell keq apo kisha x gjë si fëmijë. Ai shikimi i babit mua më vriste sa 100, kur gjoni me kamzhik. Edhe më thoshte Goni më thoshte vetëm kaq.
Okej. Shko në dhomë edhe, se kisha dhomën time fatmirësisht kur isha një ide, shko në dhomë edhe flasim nesër. Dhe ajo 24 orë flasim nesër apo 12 orë, unë i kisha edhe të mangë, dhe që do flisnim nesër. Nuk flisnim për asgjë nesër, thjesht më linte kohën që ta zbuste gjën. Po prapë edhe pse e dija që s'bënte asgjë, ai momenti i zgënjimit në sytë e babit ishin sikur më mirë të më rrifte mami të bënte të vdekur. Më fuste ato shapkën blu me 4 orë apo e mban mend. Mamat nuk din të rajnë apo. As bëhet fjalë, mund po të më kishe 30 raurat mamas se sa një shqelm do. Po të vinte trini plot apo ç'a thua. Ç'a është aty, kupton, kthej kokën bab kokës po ç'a. Krenari gjuante mirë valla, sidomos fëmijë. Po drag. Se bisha ka babit përshëndes. Dhe kjo është ideja, që më mirë preferoja të më bënte nuk më A mendon se ka bërë njëri të mirë? A je mendon se e njëri i mirë? Jo, nuk jam njëri. Pse, ose më saktë, çfarë mendon se përcakton njëri të mirë? Shkruaj pas së tretës. Pas së tretës, mos më bie fare si më. Të vazhdoj. Nëse të shijoj, nuk më sa po shoh të pëlqen drejt. E dyta ishte okay. Edhe e treta ashtu. Pak më pikante e para apo mësova? Mësohesh. Okej. Unë nuk mendoj se ka njerëz të mirë. Unë mendoj që ka njerëz që sillen mirë. As ti as unë nuk kemi njerëz të mirë, as kush nuk, as mami, as babi, as motra, as komshia, as partnerja, as njëri nuk është njeri i mirë. Unë mendoj që ne sillemi mirë. Dhe di pse e them këtë gjë? Ne në thelb jemi krijesa të cilat jemi të gatshme për çdo gjë për mbijetesë. Dhe për aq kohë sa nuk kemi vënë në kushtet që të shpalosim mbijetesën, sillemi mirë. Bllokoja parkimin dikujt. Burr shumë të mirë. Një herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë, bëj bllokoja parkimin, do të gjej mënyrën të bëhet burr i keq. Ka një gjë që të bën sipas standardit të çfarë konsiderohet i mirë të keq? Un kam një mund ta thuash në fakt, se edhe po ta kishe, pse do ta thoje? Un kam një problem të madh me soportimin. Jam soportoj shumë, mbaj shumë. Mbaj. Dhe kur jam duke shpërthyer, filloj mbaj, por momentin që shpërthej nuk mbaj më mend. Çfarë bën? Eksakt. Është frika ime më e madhe. Çfarë që të pyes unë, çka ke bërë se i bie ti s'man mend? Çdo gjë. Ke shpërthyer ndonjëherë kështu? Po. Bëhesh nervoz si. Kolegët e mia në përgjithësi, kolegët e mi që kam punuar bashkë shumë vite, mi kanë parë në pak momente të jetës time, mi kanë parë këto shpërthime. Nuk bëj asgjë më shumë se ç'bën një djalë mesatar shqiptar, do zihem, ose do debatoj në mënyrë që nuk më ka hije. Nuk do ishte ajo sjellja ime. Goja një moment çik. Jo. E për shumë? Okej, unë s'kam parë në atë... se nuk... Po, nuk jenë dhe mirë që s'kam parë atë pjesë, po që s'ka si në problemet e po ta kesh, dhe me thënë. Shiko, nuk do doja që... Do me thënë se të gjithë kemi, mua më pëlqen të jem aq sa mundem një shembull pozitiv. Më kënaq kjo gjë, më kënaq kur njerëzit më thonë për shembull që Arion të kemi ndjekur që në hapat e para, je një shembull shumë i mirë në ekran, të lutem vazhdo të qëndro kështu. Kjo gjë më gëzon. Shiko, po ka një diferencë midis njerëzve që e bëjnë mediatikisht, pra zgjedh një tipologji personazhi që e shërbejnë te publiku i gjerë, dhe njerëzit që e bëjnë organikisht edhe në të përditshmën e tyre, edhe pse mund të kesh shkosh, ashtu edhe ti shkelje, patjetër dhe dalje nga kjo kornizë, por që mundohen që ta kenë si shembull ndaj rrethit tyre të ngushtë, ndaj fëmijëve të tyre, ndaj partneres, ndaj motrës, ndaj vllajit, ndaj shoqërisë më gjerë. Dhe në media njoh plot që e bëjnë kot. Po, okay, edhe unë njoh plot. Dhe biles këta që janë dhe më popullor. Eksakt, besoj se janë të njëjtët. Besoj se janë të njëjtët. Në përgjithësi ata që Për çim pegën e kemi. Kisha një deal para shumë vitesh. Se misha ka çimi. Kisha një deal para shumë vitesh. Okej, çimi. Di, po prandaj po e shpjegoj dot t'ia tregojmë publikut. Kisha një deal para shumë vitesh kur isha në Vision Plus i bëra Dancing with the Stars, më këtë që periudha dhe ti ke qenë në Vision ato? Jo. Jo, më vonë. Po më vonë. Edhe bëra Dancing with the Stars. Dhe kisha shumë njësi me Castrozizo. Dhe i kërkova leje që për çdo gjë të përdorja emrin e Castrozizo. Pra, këngëtari që ke më shumë inat, këto intervistat idiote, e kupton? Castrozizo. Ha qeshja. 60 sekondë po. E kam parë. Këngëtari që të pëlqen më shumë, Castrozizo. Vetëm Castro s'ke kuptoj. Ishte fantastike. Kënaqesha shumë se kisha Castro në gjatë gjithë kohës aty dhe qeshte. Dhe në rastin konkret, mund të thuash këtë emrin që sapo the ti dhe besoj se nëse kishte tha emrin e. Zë politikisht korrekt. 4. Është i lezetshëm Arioni. Unë me Arionin mund të flas me orë tëra. Bet bukur? Jo. Te 4? Jo, okay. Edhe ka për të pëlqyer. Është më direkt se po. Po, është ëmbël.
Edhe është ëmbël, po. Që më djekë se është, po që është... Ore, pse si ke sponsor salsa ti njerë? Këtë s'kuptojnë. Duhen kartë pecete, s'kishe tjetër. I sjellim nga Amerika nuk kanë në Shqipëri. S'ka interes. Nuk kanë, është treg i vogël. Interesante po thoja, ne mund të rrim me orë me sa kam parë të flasim. Edhe kjo është sepse kemi dhe ca... Ka montazherin tani që po monton. S'më të flasur, është... Urdhëroj dashur. Po monton gjërat tona dhe abri Disi miku joni përbashkët tha. Por I kam gjitha intervistat nga 3 minuta, të tëndën e kam 10. Po pra se na zgjeri muhabeti. Po kjo është sepse ne kemi dhe një background të ngjashëm, kemi jetuar në emigracion, më duket sikur tipologjia e mendësisë familjeve që kemi janë të njëjta, dhe urrugtimi është I ngjashëm në disa dimensione, kemi ca pasione të përbashkët, jemi të dy të bukur. Ne aq sa ngjajmë, aq edhe nuk ngjajmë. Po pra, ku nuk ngjajmë ne? Se Shiko, Kinga të dy, qa keti më I lig? Jo, nuk... Shiko, ku nuk ngjajmë, është pikërisht në gjërat që ne bëjmë. Pra, ti ke bërë gjithmonë gjëra që unë kam dash të bëj, dhe si kam bërë dot. Emisione që ti ke bërë dhe unë si kam prek dot. Ke qenë qik më brenda kornizave, mendoj ti në media, ke qenë më korrekt. Po shiko, ke bërë dhe gjëra shumë të bukura që unë xhelozoja në disa momente. Për shembull, skenën e madhe të këngës magjike unë se preka kur. Edhe pse punoja në atë periudhë në klan, ti preke skenën e madhe, unë bëja backstage-im shumë. Shef, e çuditshme jeta, por jo për meritën time, ishte thjesht aparenco. Ishte bukuria. Ishte aparenco, u morën se isha më I bukur. Ç'a kam këtu? Kisha një pyetje shumë të bukur filozofike për ty. Jepi. A lind vërtet një burr kur I vdes babai? Nuk e them në sensin të vdes vërtet. Qartë. Po kur e vdes babai në sensin edhe... Shiko, e kam lexuar, diskutuar dhe e kam bërë tjetër këtë bisedë, është shumë e bukur. Koncepti filozofik po. I të vrasësh babain është shumë I bukur. Janë disa baballar ama që janë shumë të vështirë për t'i vrarë. Dhe nuk do t'jap shembuj se ndoshta të ishin shembuj kështu pak VK, po vërtet këndshëm. Po vërtet këndshëm, po për shembull babin tim është pak e vështirë, unë personalisht. Më të thjesht ndoshta mund ta ketë çk-ja. Ja, mund ta ketë ndoshta nipit që të mbysi gjyshim, po. Unë nuk e dal dot. Edhe unë e vetëm që tentuar ke dash? Jo sepse e shoh as shiqari që nuk e bëj dot. Jam koshent për këtë gjë, as ekonomikisht, as filozofikisht, as mendërisht, as nga kapaciteti për të menaxhuar presion. Në asnjë drejtim. A do duhej, mendon, që ti të lindesh vërtet? Shiko, unë nuk është se nuk e kam bërë në xhepa, në xhepat vegjël, në klapa të vogla. Për shembull, mediatikisht unë jam vrasës babai për shumë gjëra. Në konceptet e çfarë është e tashme apo çfarë është e ardhme jam më shumë se babi. Babi është më shumë në atë që është tani dhe çka ka qenë. Kam jetuar vetëm e vitet të tëra, kam jetuar 5-6 vite në Itali vetëm, projektoj të shkoj edhe më larg se Shqipëria, shoh Amerikën. Gjëra që babi mi ka bërë me Italinë, po në një moment caktuar është dorëzuar sepse ka pëlqyer më shumë të jetoj në tokën e vet. Para sa ditësh po diskutova me babën e thash, "Ore, kur përfundon fëmia të qenit fëmijë?" thash. Tha, "Mos sa vjeç je ti?" 40 I thash, "Unë sa bëj, kisha po bëja 41." 40. Ja, akoma këtu me mua, nuk rritet kur, tha, fëmija ngelet fëmijë. Po, e vërtet është. E vërtet është fakt. Shumë edhe mua prindër ashtu thonë. Mos ta bëjmë shumë të ndjeshme si gjë, se nuk do doja se ti e ke pak me më shumë humor bisedën, po më lejo që ti them këto gjëra se për mua janë të rëndësishme. Unë shkoj te gjyshja që e kam akoma gjallë nga anë e mamit, nëna Lili. E dua shumë. Nëna Lili në pjesën më të madhe të rasteve më tregon të njëjtën histori çdo herë që e takoj. Por gjëja që më shumë më prek kur shkoj te nëna Lili dhe shkoj me mamin, është mami që bëhet fëmijë kur shef maman. Pra I ulet afër, I mbështet kokën te supi, ajo I bën xhan-xhan. Domethënë, e humba atë figurën e unë mbështet kokën te mami dhe shoh mamin që mbështet kokën te nëna. Dhe jam dakord me babin kur thotë që nuk ndahesh kur nga të bërit. Domethënë, je gjithmonë fëmia e atij individit atij, e bëj çfarë dush ti, ore idhun prap. Je fëmia e atij njeriu aty. Dhe ai do të trajtoj sado si burr apo si grua të rritur, prap kur ti je I mërzitur, do duash të mbështesësh nëse ke fatin e madh ta kesh gjallë. Do duash të mbështesësh kokën të supi. Gjyshja ime thoshte një gjë të tillë që nis të jetë fëmijë në momentin që ai merr frymën e parë dhe ti lë frymën e fundit. Ne, kështu që
Sa serios, po sa e bukur, ishte bukur, më pëlqeu shumë ai dimensioni kur shef prindin që të jetë fëmijë. Po. Në fakt se kisha menduar. Bravo, Arion. Kush të njeh më mirë në këtë botë, Arion? E lexova këtë gjë para disa ditësh, edhe më pëlqeu, dhe pyetja më pëlqen shumë. Që thoshte e ka kopjuar, e ka marrë nga Andale. Po. Nëse do humbje, që i përshëndesim. Po, sigurisht. I kam shumë qef. I kam shumë qef vërtet. Se bisha ka unë ndjek Kanë ca formate që i kam. Denisin për shembull taullajn, unë ndjek se vdes për Denisin, po dhe Dalin e vlerësoj shumë për gjithë përpjekjen që ka bërë. Edhe thoshte, nëse do të humbje memorien, kush do ishte individi që do t'ja lije në dorë për shkrimin e kush ishe ti. Pra, unë humb memorien dhe kuj do ja lije në dorë që ti përshkruante botës apo dhe ty, kush je ti. Bukur është kjo si pyetje, po. Unë do zgjidhja motrën për shembull Frencin. Frencin? Pa. Frenci më njeh në çfarë do lloj prizme të karakterit tim. Sa vajzë mirë është ajo vajzë vëlla. Që kur isha fëmijë. Ndryshe nga ty, se ti dukesh si i mirë, po Frenci është. Jam vajzë mirë fare. Ja, dhe Frenci është shumë vajzë mirë. Është më drejt për drejt Frenci më duket. Është shumë më drejt për drejt. Frenci është, unë jam më spartan, po Frenci është më drejt për drejt. Dhe ka shumë coachet që ti thot gjërat në fytyrë. Unë mundohem, jam një diplomat, ndoshta edhe nga profesioni më ka bërë pak. Ajo ta lëshon sopatën në kokë ashtu siç është. Po e drejtë është, më duket edhe në postimet që shoh për shembull, më pëlqen çfarë shpreh kauzat e saj. Dhe hipokrizia për Frencin është një gjë që nuk ekziston. Pasi si është dashur shumë. Jo, nuk është dashur. Ka pas luksin e madh të jetojë në një botë ku ajo mund të ishte e lirë, dhe në mendime dhe në sjellje. Okej. Ka siguru babi dhe vllai për shembull, familja më shumë po. Po këtë gjën e vllajt e vuan ajo për shembull. Nëse do. Po sepse kur erdha unë ai ishte Frenci ishte personazh publik, dilte në ekrane, jepte intervista, vajza e stilistes apo modele në një periudhë caktuar. Kur erdha unë u bë motra e Arionit, edhe këtë gjë ka një lloj. Në mes të Greqisë, o vajza ti e gjë motra e Arionit, se të kam parë në intervistë. Kupton çfarë? Sa mund ta ketë bezdizë. Se kemi njerëz në Greqi. Edhe këtë po të thosha që nëse lidhet me pyetjen tënde, kjo që të thash, po do kisha zgjedhur Frencin. Ai do ta përshkruante më së miri kush jam. Po ti kënje më mirë. Frencin besoj. Jo, se bota femërore është pak më e mbyllur se ajo mashkullore. Ne jemi budallënj, ne i themi të gjitha. Sidomos te një njerëz që na do të mirën dhe kemi besim. Në përgjithësi vajzat dhe mirë bëjnë, botën e tyre e mbajnë pak më të izoluar, pak më personale. Kush më njeh mirë? Në krahasim nëse do të ndjes se po ta bëj babin si krye fjalë, po Goni. Goni njoh mirë dhe Goni më njeh. Se di pse s'mora Gonin në intervistë valla. Po merro Gonin. Si se marr Gonin në intervistë? Kënaqem unë me Adore Sajre, takoj flasim është i këndshëm shumë. Ore mos e provuam, të më duket se jemi këtu. Jo. Këtu jemi? Jo. Do të publiku ciao, me Gonin këtu. Po pra. Me pak na nxinin foto të Gonit. Po pra. Goni është. Goni, diti që s'ka një foto? Ka vetëm një foto? Po pra. Po kur më thot në robë më shore. Mistero. Si Voldemorti të Harry Potter, nuk e njeriu që s'e Ora, në një foto të babit dhe kam një foto që ja kam bërë në fshehur Razit. Atë foto kam edhe për në telefon, atë foto kam edhe. E di cili ishte një moment i bukur megjithëse ishim tek familja, më pëlqen shumë që po ndan këtë moment i bukur që kam qenë e çove ti këtu, ha. Po unë e çova, po më pëlqen që nuk ka asnjë problemi për të folur. Ka dhe njerëz që s'flan. Por sepse mos flasë për gjëra të bukura këtu. Më mend një moment ke qenë në dancing. Dhe ke bërë një kërcim me Frencin. Po. Mënyra se si trajtove Frencin, pra i besimi që i dhe që po të shikoje, unë kam qenë në sallë. Vërtet? Po. Edhe jam këtu, mos u shqetëso. Pse ti dëgjoje zërin live? Po të shifja. Po. Ishte kështu, një marrëdhënie spektakolare. Dikush ishte e bukur aty kërcimi. Ti e ke me mbulime emisionin, bën dhe mbulime? Jo, e thjesht bisedë. Po mund ta gjejmë. Jo, është në YouTube. Frenci ka punuar një javë për atë kërcim. Duhet ka veshë roz. Një fustan kështu. Fustan pse më çan ngjyrë ishte. Dhe kur po zbriste shkallët, ti e di skena është e vështirë, nuk është për të gjithë, edhe pse ne familjarisht pak e kemi prekur skenën në të gjitha dimensionet. Harroj koreografin totalisht. Edhe momenti që më ka vendosur dorën te supi, më thot nuk mbaj mend asgjë. Edhe vesa duket i ke dëgjuar, më ndiq mua. I thash, më ndiq mua, mos e vri mendjen se është një gjë shumë e lehtë. Dhe instinktivisht pastaj e kam drejtuar përveç se me dorë edhe me duke më çove larg, më çove gati 10 vite më parë. Nëse flasim për gjëra të bukura, për gjëra të çuditshme. Ti je interist.
në çfarë moshe mund të jem perfekt. Në çfarë moshe je kisha edhe unë një defekt. Në çfarë moshe je diagnostikuar dhe me këtë sëmundje? A ke ndjekur me profesionist? Jo, me profesionist nuk jam ndjekur, për 97-ën jam bërë interist. Në Shqipëri vim pakot e pa. Ti duhet të ketë 97-ën ke qenë, unë kam qenë 11 vjeç. 11 vjeç. Ti duhet të kesh qenë ja 5-6, 6, klas parë duhet të kesh qenë. Po jo më zemra ime. Sa vite unë jam 3 vjet më vogël se ty. 3 vjeç. Sa? 8. 8, shumë bukur. Vin pakot e para ndihma nga Italia. 9 më sa. Nga Italia, i mban mend na sinin ca çanta. Nuk e di ke rastisur. Kam qenë Shqipëri vëlla jot. Ja ti ishin në 20 çantat. Okej. Dhe në çantën time, që më dha shkolla, aso ku isha në Vlorë, isha bëja klasën e, bje 11 vjeç klasën e 7. Ti deri 13 vjeç ke qenë në Vlorë? Jo, unë kam ardhur. Po ka qenë ishte një 6 mujor isha në Vlorë. Okej. Dhe në klasë na bën dhurë ato çantash që shqyeshin ndihmat e italianëve aso kohë, para se të plasë 97-a. Që ishte në fillim 97-e. Edhe hap të çantën dhe kishte fletoret e mëdha që ne i prisnim në mes, na duheshin të vogla në Shqipëri, kishte fletoret të mëdha. Kishte lapsa, kishte ngjyra, kishte gomë. Edhe ishte një gjë me ca skuadra futbolli dhe me një futbollist sipër, kishte Ronaldo fenomeni. I hapa, kishte stickers sa brenda. Sa kishte vajt aty edhe. Kishte stickers sa brenda, kishte një lojë të Interit. Ne kishte ca gjëra të Interit dhe unë në dhomën time vendosa këto gjëra se ato kisha. Mund të kishte rastisë e Milanit, mund të kishte rastisë e Juves, mund të çdo lloj gjë mund të kishte rastisë. Po më rastisë ajo s'mundi. Kur e hapa të pakon, e vërsin për filma, që ai pluri kështu. Më mirë kishin dërguar roje, kështu shkum roje o burr. Nga të vajtën dërguan atë ditë. Morën qaf. Unë mendoj që shumë gjëra ndrohen në jetë, duke përfshirë fatkeqësisht në njëherë edhe gratë. Po skuadra e zemrës jo. Jo. Po më thuaj dikë që unë kam qenë me Milan, jam bërë me Barcelonë. A shkon nuk çet ndrim, ka i bëu me Interin. Që të bëj me Interin. Nuk më shef jam normal. Pra, edhe unë jam simpatizues i Realit. Sepse një pjesë mirë të lojtarëve të Interit shkonin shpesh te Reali. Dhe kështu që ata shimi shkonte drejt një skuadre kur ti shije një grup lojtarësh që kishin luajtur me skuadrën tënde apo vinin te skuadra jote. Po unë jam interist, ti je milanist në thelb. Që simpatizon për Barcelonën. Jo, absolutisht unë jam me Barcelonë. Jam bërë 10 vjeç me Barcelonë. Unë jam rrit si milanist, quhem Rut nga Rut Gulit që ishte milanist. Jemi rrit me fanella. Atëherë nuk e qenë ndonjëri i Milanit. Kam qenë kur milanist, po. Milanist i vërtet. Kam pretenduar, jam vështirë si milanist. Pa, do të tifoje dot Real Madrid? Jo. Absolutisht. Skuadrën se ndron, mund ndrosh partinë. Jo, partinë ndron. Absolutisht jo, ndron. Po, se fut kodë. Ndron, dëgjoj mua. Për sa mijë euro do ndroje. Mos fillo me këto, se aty të ndroj çdo gjun. Ku je, more? Ku jam unë? Po ti s'ke skalet. Po pra. A e mbështet Interin sepse do apo sepse ke investuar shumë emocionalisht për të tërhequr nga Interi? Ta atë këtë tjetër në të radhës? Hajde, ti tash. Për çfarë se kjo është pyetje kot. Shkojmë tek gjëra më të rëndësishme. Këto e kam gjitha në mend, bi kot s'kam asgjë këtu. Është alkooli. Je materialist? Më pëlqen shumë leku. Më pëlqejnë shumë të mirat, më pëlqejnë gjërat që blihen me lek. Por më pëlqen një filozofi që kam në jetën time, nuk e di, nuk e kam lexuar, dëgjuar, ma ka lënë dikush. Po e përdor shpesh. Nuk ëndërroj jakte, ëndërroj ti marr me qira një ditë në verë, gjatë verës. Nuk ëndërroj villa, ëndërroj ti marr njerë gjatë verës me qira me familjen time. Do pse? Nuk ëndërroj makina luksoze, po kështu jam. Nuk ëndërroj makina luksoze, ëndërroj që kuzon ëndrën tek qiraja dhe te pronësia e saj. Sepse nuk më joshin aq shumë sa të punoj për t'i realizuar ato gjëra. Ato janë rezultati i punës, nuk janë qëllimin. Po sepse këtë ta shtroj kështu, e ha lekun apo të ha leku? E ha lekun. E konsumoj, e kam në shërbimin tim. Okej, kjo është. Ti dhash to shembujt me gjërat materiale sepse dëgjoj shumë çuna, për shembull që zbresin nga një qytet. Po se s'kan asgjë tjetër. Jo, zbresin nga një qytet. I kam miq, dhe dëgjoj për shembull që thonë, po ta kisha RS. E qartë, po s'marrë kurrë. Nge parasysh atë shprehjen Arion që thotë është aq i varfër sa e vetmja gjë që ka janë lekët. Lekët, po. Ka shumë njerëz që janë kështu. Pash një film para një 2 ditësh, edhe ishte një djalë i vogël që pyeste një multimilioner dhe i tha, "Ti ke avion?" I tha, "Po, kam avion, kam 2", i tha. Po, i tha, "Nice, po varg", tha, "Ke kështu jakt?" Po, i tha, "Kam 2, kam një të madh fare", thash si. Po lek, tha, "Je milioner?" Jo, i tha, "Ky jam milioner, jam miliarder", i tha. "Je i lumtur?" i tha. Ngelik. Pra, ç'a të bën të lumtur o vlla? Duket si kështu si hipokrizi, por realisht ç'a të bën të lumtur? E di ç'a të bën të lumtur dhe unë justifikoj
mos arritjet e mia, po njëkohësisht dhe frymëzohem kur shoh Bekamin që i ka të gjitha dhe mbjell patate. Dhe është i lumtur se po mbjell patate sot. Pra, e kam vërtetuar këtë bisedë. Justin Bieber sot po ta shohësh, e ka thënë edhe publikisht në rrjetet e tij sociale, ka deklaruar: "Pasuria ime më e madhe që po kaloj kohë me familjen time në një fermë në fshat." Mbjell edhe ai patate, qep. Që do të thotë, nëse dje ishte ekspozimi i madh i luksit arritja, sot është kapaciteti apo mundësia që ti mos kesh nevojë të ekspozosh këto gjëra. E vërtet. Se qepa nuk do lek të madh për të mbjell. Shiko, po as pullumbat për t'i rritur, e as të peshkosh ndonjëherë tek tuk në lum apo në liçen. Çfarë të bën të lumtur o vlla? Jam dakord. Edhe unë kam bërë shpesh të bisedë, po konkluzioni im është ky që patatja e mbjell ose çfarë do lloj gjëje që supozohet se është prezent edhe tek të varfrit dhe që janë gjëra të vogla që janë të nënvlerësuara, fillojnë marrin vlerë kur shpesh individët i tregojnë vetes që mund të bëjnë atë gjë tjetër që është e jashtëzakonshme. Kur mbarojnë rrugtimin e jashtëzakonshëm të të arriturit në maj, fillojnë kthehen tek gjëja që është më e thjeshtë dhe më bazike, por pa arritur, pa i vërtetuar vetes që mund ta bësh atë gjë, thjesht vetëm duke bërë. Nuk ndëroj ta blej aktin, ndëroj ta marr një herë për. Pa quhet arritje thjesht ta marrësh me qira, kjo është ide. Po, sepse unë dua të kënaqem në atë botë për të cilën më fal se është fike kompjuterin, të lutem. Unë ndëroj që familjen time ti siguroj familjes time një herë në sezon për shembull, një 12 dhjetorsh, ndryshe nga ajo që ne bëjmë zakonisht. Ne kemi Je kurnaci vëlla? Nuk jam kornac, por jam bravo, jam një koqir. Je një koqir, Po, jam shumë. Je një koqir. Unë udhëtimet e mia që po bëj së fundmi në Japoni, kam kuptuar që dita menaxhoj shumë mirë lekun, kur jam vetëm. Kur jam i shoqëruar apo jam shumë kavaljer. Je kavaljer. E kam seriozisht. Më argëton shumë të qeras, më argëton shumë të ngrihem, të paguaj tavolinën, vërtet? Po, edhe po ja thon njerëzve, e kam bërë një këtë gaf në Zvicër. Ishte shumë e bukur, ishim me disa çuna. Nëse ke lekti akoma të paguaj do Zvicër. Jo, kam qenë para shumë kohësh, edhe fitoja mjaftu shumë para se në primin tim ka qenë më mirë rroga se ç'është sot. Edhe isha në Zvicër, më kishin ftuar ca miqtë e mi për bërë një bashkëpunim, ishte një brand shumë i famshëm zvicerian që donte të ndërtonte një bashkëpunim me brandin tim në Shqipëri. Nëse, muhabet që s'u bë kur, po isha aty në Zvicër me këta çuna, shumë lek, çunat e Zvicrës kishin shurtet shumë lek, punë të ndershme. Pra kishin biznese floriri, ndërtimi, çaj si kishin bërë se di, po aty i kishin shumë të mira lekët, i kishin të rregullta. Edhe morën puro, morën kafe, i pash pak a shumë çmimet në menu, thash, vajta u ngrita, kisha kartën me vete. Hem kap dorën një nga ato çuna, thotë mua lere vëlla, nuk është për ty tha. Po çfarë thua, i thash për respekt çfarë thua. Ora nuk është për ty më tha mua. Ora thash lere se tipik shqiptar vëlla, vëlla. Kur vajta aty ishte ja 800 euro mëngjesi, se vetëm na purot mund të ishin 150 euro një. Dhe erdhi idealin tha, të lash të vije deri këtu për ta kuptuar që si ishte për ty. Le ta pagojmë unë tha se ne jemi të përditshëm këtu, nuk është se është, por i thash kam kënaqësi, do të rishesh ëndër në fund. Kaloj kartën e pastaj shqyra dhe shpëtova. Okej. Bëri si të rrejtë. Shaja, e ke para të tuka-tukën thonë? Që gjasë së gjenë portafolin? Pa. Jo, në kësha kartër. Jo, po të në fund nuk u dorëzova, ore. Do e kësha paguar, ore. Thjesht doli shumë i fortë. Doli shumë i fortë, si ka mundësi zbutet njeriu. Jemi ku jemi ne? Te 7-a? 8-a? 8-a? Jemi këtu? Aty. Hajde tani. Këtu. Ba, ka këseru të regove. Ishte motra. Janë 4-5 vlezër, vëlla. Dojgji? Po për motrën... Shishi e manë, mërkot, thotë. Ua, mua më dojgji. Ju dhe vlaj. Kur të hapësh derën. Jam pro investimi. Kur të hapësh derën këtu. Po. Ka narcisista ta. Mërshme. Dojgji? Unë qaj shpesh vetë njeri, jam shumë i ndjeshëm. Qarë për mizën, e? Më përka shumë. Po për më luar. Jam ambientalist i rregulltur. Ore, ke bërë kompromise? Më dram fare, kupton? Si e vrave. Ke bërë shumë kompromise në jetë? Po ti kisha bërë dhe isha këtu me ty vllai. Ja. Dhe që do të thuash?
Se di ku do ishte. Wow. Çfarë vendimi plak. Na fal. Jo vëllai. Pra s'ke bërë shumë kompromise. S'kam bërë asnjë fatkeqësisht. Kisha bërë sikur një në jetë, isha Përveç përputhën. S'do merja një në javë aty aktin. Si duket ky formati si përputhen për shembull? E gjen veten apo e ke kapacitetin ta gjesh veten në shumë formate ndryshme? Shiko, pra shko sa është sezoni. Jo. Se kontrolluar gjë. Jo, po doja të jepja një përgjigje të menduar dhe të sinqert. Nuk e kam për përgjigje, kam për djegjen apo për përgjigjen, ma jep sa të strukturuar duash. Nuk e pëlqej. Pra nëse do ta shkruaja unë, do më thoshin bëj ti Arion, nuk do ta bëja përputhjen, se nuk më ngjan. Por kjo nuk do të thotë që unë nuk e admiroj si format. Që do të thotë, e do publiku, e klikon, është i shitshëm. Top Channel të jep mundësinë të shohësh shumë gjëra. Nëse do ta shohësh, ndro kanal. Apo prit një program tjetër, ke Bjetën, ke Shqipëria Live, ke emisionet e mëngjesit, i ke të gjitha. Pra do kulturë, në Tish Albanin, gatuan, të jep një informacion, flet për udhëtimet. Do intervista më të thella, shi se luan topi. Do aktualitet, ke Shqipëria Live. S'po them këtë se janë pjesë e topit. Po përputhen është aty me sa duket sepse publiku e do. Nëse do më thuash mua e do ti, jo unë se dua. Po bëra pjesë me shumë kënaqësi ama. Sepse mendova që prezenca ime në atë format mund të shtonte disa gjëra, disa elementë që mendoj se i kam. Pra një njeri pak më i matur, një njeri që mund të jepte një këshill më shumë atyre të rinjve, se ishin të rinj krahasim me mua, ishin gjysma e moshës time. Unë 40, ata nga 20. Dhe e përjetova dhe e shijova si një i rritur, i cili kishte marrë në dorë mundësinë për të kontribuar edhe tek ata të rinj, të cilët janë në atë moshë me të drejtë të Zotit a uju. Ku jetoni Jon? Ku jetoni? Ne edhe në palestër jemi 8. Pushim 10 minus 11-10-9. Po. Po rritet presioni. Çfarë kishte kjo patatja? Bo, më thiu dhëmët patatja plak. Vërtet? Duhet pas një pas. Kjo? Pa jo është. A është njeriu që ne A është njeriu që ne monogamike? Kjo që nga e fort. E fort është. Në thelb mendoj jo. Jo. Jo, në thelb mendoj jo. Edhe këtu diskuton për shumë me partnerin këtu që s'jemi që ne e diskuton, e? Po, patjetër. Në përgjithësi e kam diskutuar gjithmonë si temë, me çfarë do lloj partneriteti kam patur, e kam diskutuar sepse mendoj dhe ta thash në fillim nëse e mban mend të thash besnikëria është zgjedhja. Se nëse njeriu ti do ta rikthesh në gjendje të lirë, totalisht të lirë dhe nuk do të ndihet i gjykuar, dhe pra shkosa s'është i gjykuar, pse nuk do të ndjeki një nga instinktet më të forta që ka njeriu, që është riprodhimi. A ti seksin se bën për riprodhim? Epshi dhe hormoni ty të shton dhe të çon drejt riprodhimit, nuk të çon thjesht drejt kënaqësisë, se kënaqësinë e merr dhe veti. Po ti s'kënaqesh vetëm me. Ato se vën diskutim. Po njerë në alta. Shiko, unë jam njeriu monogamik në botë, po kjo është si pasojë zgjedhjes time, dhe unë mendoj se natyrealisht nuk kemi, por prap. Nëse se kjo më duket, e di çfarë urrej, unë urrej hipokrizin kur njerëzit thonë, unë jam njeriu monogamik në botë. Në fakt nuk ka rëndësi, s'ke pse ta thuash, po realisht ashtu e mendoj. Prap, do thënë diferenca është tu, Arion, që nëse kafshë të tjerë e bëjnë periudha të caktuara këtë akt për riprodhim, njeriu është Nuk më pëlqeu frymarrja e Arionit. Pra po qarë po kujton mizën? Por çfarë se dërdhiu që je? Nje shumë se dërdhi. Jo, jam shumë mirë. Shumë se dërdhi. Jam shumë mirë. Është emocionuar. 8+1 ishte bombë. Po më pëlqen se ruan atë composure që mos do thuash 9. Do thoya që njeriu e bën aktin jo vetëm për riprodhim. Janë disa specie që bëjnë aktin për çfarë? Janë sa majmun tjerë. Delfin. Është bonobo, është delfini. Pra specet e zhvilluara në shoqëri, pra në shoqëri inteligjente, po. Në komunitet, e kryejnë marrëdhënien edhe si shpërblim apo kënaqësi. Po thelbi një marrëdhënie, thelbi një njeriu në bazë shumë të thjeshtë, duke hequr çdo lloj gjë tjetër dhe duke kthyer në periudhën e shpellës, ishte riprodhimi. Pra që shpell janë bërë çmenduri o plak.
Dhe monogamia në një farë forme është shpikur nga nevoja e njeriut për mos të transmetuar më sëmundje, për të patur një jetë pak më të rregullt. Po sigurisht. Struktura shoqërore tjera me ato familja, baza tjera me ato. Unë dhe Arioni jemi shumë të ngjashëm kështu gjëra, edhe është dhe fiziku që na. 10. Ti bezish kur dhe mund jam i bukur si puna jote. Me ai shumë pikante se ke ngrënë ti çik tash djegur. Po, qarku? Jo vetëm. Ka vëllë tani pi birrën para. Arion, po ti shikoj një njerëz shumë interesant për treguar këto histori të udhëtimeve. Ti tashmë udhton bën me diçka të këto, më tregoj çik për gjithë këtë gjë, e udhëtimeve. Kape si të duash, se nuk dua të të kufizoj. Për herë të parë po bëj një gjë time. Isha gjithmonë nën petkun e moderatorit apo petkun e gazetarit, gjë që se kam pasur ndonjëherë dhe nuk jam cilësuar në njerëz si tillë, se moderator më ri, po gazetar jo. Më vishnin me veshje që i dia ti mbaja, po nuk ishin të mia. Unë gjithmonë kam pas dash formate ku kënaqesha, ku luaja, ku bëja, përgatohesha. Një gjë që bën, kjo gjë që bën ti, që të jep mundësi ndoshta një media alternative siç është YouTube-i. Dhe punova pothuajse 3 vjet njëkohësisht me Bjordin në hapat e para, me Bjordin Mezini regjizorin, për ta bërë realitet këtë gjë që përshëndesim. Kemi shumë shok. Sepse realisht është një gjë që na donim ta bënim një gjë ndryshe. Dhe median mike kisha topin, s'mund të shkoja diku tjetër, e kupton? Dhe ka qenë Lori vetë që më ka thënë, po, ky është emision YouTube-i. Lori kush? Lori Hoxha. Më tha, po, Arion, është emision interesant, është për YouTube. I thash, ai është synimi im, ai është qëllimi im. Ne tha në Top nuk kemi bërë kur emisione YouTube-i, ti do jesh emisioni i parë i YouTube-it për Top Channel. Pra ishte një nder shumë i madh për mua, ishte një vlerësim shumë i madh dhe ishte një portë e re, një derë e re që hapej për një djalë që do të bënte gjërat e veta. Dhe gjëra më e bukur ishte që nuk më kufizua kur asgjë. Bëj çfarë dush. Okej. Nëse ti mendon se ajo gjë bën, bëj. Pra plasë fytyrën, shife si është edhe eksperimento, bëj. Dhe është një liri që ta jep ose media jote në këtë rast ti, që bën çfarë dush. Po kur ke një media partnere, siç është ajo Top Channel-it, që realisht të lë lirinë e fjalës, ta lë në radio me trip-topin, ta lë në YouTube, të betohem, nuk më kanë censuruar një gërm. Thuajsi unë sigurisht i censuroja vetë, pip. Po në YouTube isha sikur të isha në YouTube-in tim, edhe pse isha në YouTube-in e Topit. Kishte raste që kalonte në një fjalë, i vendosja pip, po fjala ishte, pra një publik, një publik mesatar e di çfarë fjalë po them unë, ja sikur them unë tani për shembull, na ruajte Baçen. Po. Kuptimi semiotika e fjalës kuptohet që ishte ajo fjala tjetër. Dhe në fakt se kuptova, po megjithatë. Baçen. Dhe ishte surprizë shumë e madhe për mua. Po gjithsesi ishte step by step. Dhe sot emisioni është përveç se në terren, që shkon në Azinë, në pjesën më të madhe të rasteve, atë po. Azinë? Po Azinë, po. E kam qef vetë. E ke qef? Po e kam qef vetë. Në kushte të tjera nuk do kisha kur mundësi të shkoja kaq shpesh në Japoni, apo në Kinë, apo në Tajland, apo në shtete të tjera. Edhe po shfrytëzoj këtë gjë për të konsumuar një nga pasionet e mia më të mëdha, që është Azia. Që kur jam qenë fëmijë Azinë kam pas si pikë referimi, ndoshta nga kartunsat, ndoshta nga Jackie Chan, ndoshta nga këta personazhe që unë kisha shumë qef, kinez dhe japonez. Ku më shkoi mendja mua. Si quhen ato aktorët? Shiko, ato dhe në jetën reale janë me censurë, ë? Ti ke qenë një entajt me sa duket. Unë? Entaj, di çfarë është entaj? Jo, nuk e di. Çfarë është entaj? Arion? Kur shkova në Japoni, kuptova që vajzat japoneze janë censuruar edhe në jetën reale. Në çfarë kuptimi? Në filmat japoneze, tani po të shpjegova batutën unë, humbi komplet kuptimin. Në filmat japoneze, nëse ti futesh në YouPorn dhe shkruan Japanese Girl apo kategoria japoneze, në përgjithësi filmat japoneze nuk e di ti, janë të censuruar me 4 ora. Organet gjinitale se nuk lejohet me ligj në Japoni. Po ta them unë. Dhe kur kam shkuar për të parë me Bjordin, bënim këtë humorin që po këto që kanë censuruar vërtet edhe njerëz se ecin në rrugë dhe ishin me censura. Se ishte batuta po. Qartë. Thjesht doja ta imagjinoj. Po. Doja çik më shumë për shkrim. Si do çfarë të impresion? Çfarë kupton për Shqipërinë duke shkelur Azinë? Le ta thon vetë ata ç'a kuptojmë ne. Ne jemi shpellar për ata. Për japonezët. Për japonezët. Europianët janë shpellar për japonezët. Portugezët kanë qenë shpellar, të parët që i kanë quajtur majmun. Ne jemi shpellar. Po se shiko. Jo, nuk e shikoj fare. E kam parë. Po shiko, ideja është po ta imagjinosh, edhe unë po ta imagjinoj, të shkonte një
një barbar ka. Një marinar i pa larë prej 3-4 muajsh në det, me mjekër, me morra, me kështu. Pse kur ishin në tokë ishin më të larë. Po mirë, dakord, po një japonez që mbante flokët i kuronte me 6 lloj. Nuk laj në mesjetën tonë nuk laj mbreti. Po, qartë. Një nga Por ne vazhdojmë jemi barbar kundër. Ke parasysh fjalën mancha italisht, mansh? Mansh, po bakshish në shqip. Mansha do të thënë mëng. Më përpara nuk qepeshin rroba, qepeshin mëng të ndryshme. Pra veshja ishte gjithmonë e njëjta, dhe pasanikët qepnin mëngën. Kur ti bëje një shërbim apo një nder, një mbreti, i cili nuk ndroi shpesh për veshje mëngët e rrobave të veta, për respekt jepte një nga mëngët, se mëngët ishin gjëja që kushtonte më shumë, dhe quaj mansh, i dha mëngët. Edhe u ka mbetur si bakshish. Pra kjo të tregon që kur nuk laj mbreti, ndroi mbreti, çdo ndroi populli shkret që jetonte në një baraka me çfarë të impresionon tek Japonia përtej aspektit historik, diskutimi se dihet historikisht nuk janë popull i bukur. Po kanë pas luftra civile. Jo, janë popull, historikisht janë popull shumë i shpifur madje. Nëse ti i futesh historisë të lashtë të tyre, po kinez janë me origjinë ata. Shumë të largët. Po flas për japonezët në këtë rast. Jo, kinez janë japonezët me origjinë. Dhe unë thash shumë larg, shumë po, kanë janë 1500-2000 vjet aty. Nuk e pranojnë, mos ja thuaj një japonezi këtë gjë se s'u plas çfarë do bëj. Ja thua. Po, kështu është punë e madhe. Po. Nëse do doja të aprovonin pedofilin. Sot e kësaj dite ka një problem shumë të theksuar me pedofilin. Aprovonin kulturën ata aty. Po, homoseksualitetin e kishin shumë të zhvilluar. Dhe kishin të zhvilluar midis samurajve dhe shalorësve të tyre. Dhe kishin djem të vegjël, minorem. Po ka qenë gjithë botën. Sot e kësaj dite Japonia e ka të trashëguar kulturën e abuzimit seksual të vajzave. Ka trena të caktuar në Japoni vetëm për vajzat, sepse ka manjak të cilët ngacmojnë jo vetëm vajzat e vogla, por ngacmojnë edhe vajzat e rritura. Në Japoni kur ti shkon telefoni kur bën foto bën gjithmonë zhurmë, edhe kur e ke silent. Bën zhurmën e fotografisë, kruk. Edhe kur bën video, bën zhurmën e videos, sepse japonezët bëjnë foto nën fustanet e vajzave të 8 vjeçares që kanë ato veshjet e tyre tradicionale. Ashtu. Pra është një popull që seksualitetin e ka shumë probleme, aq se e ka pasur shumë të zhvilluar. Më pas erdhi amerikani dhe e shpërtheu, dhe tani janë po prapë shumë të frustruar. Saqë gruaja me burrin shkon në hotel për bërë dashuri, sa ambientet janë shumë vogla të shtëpive të tyre, dhe kanë ato love hotelsit që i kemi dhe ne, po që ne i kemi që shkojmë me partnerin para se të bëhemi zyrtar. Ata mbasi bëhen zyrtar për të bërë dashuri shkojnë në këto hotele sepse në të njëjtën dhomë fillon dhe fëmijët në tatamin e tyre. Mjerim. Kanë shumë elementë të cilët nëse ti i shef jemi mirë rekomandoj. Jemi shumë mirë. Ka disa elementë që nëse ti i shef, sidomos ky pedofilis, që mua është një nga gjërat që më shumë. Por çfarë sensi e thua i pedofilisë, s'po e kuptoj. Pra ata ishte normale, gjithmonë po flasim në samuraj, po flasim në mesjetën japoneze. Okej, dakord, po. Po është trashëgohet ajo. Është aty. Po pse në Europë s'ka qenë pedofilia? Patjetër, po flasim për Japoninë. Në qartë, ka qenë fenomen kjo gjëja te Japonia mua më shqetësonte shumë se edhe së fundi kur ti shkon atë shtet dhe disa gjëra i shef që janë akoma prezente, për shembull, në të gjithë filmat japonez me pull të kuqe, vajzat janë veshura si vajzat e 8 vjeçare. Ato doja të thoja, që ata në kulturën e tyre kanë shumë të gjallë elementin e para të moshave të vogla, të fëmijëve, të vajzave të pafajshme dhe të elementit të sforcimit të aktit seksual. Bravo, të dhunës, përdhunim, dhunë, sforcim. Pra, kjo është një trashëgimi që vjen nga mesjeta e tyre. Po, sepse samuraj kishte shalorsi, pra kishte atë djalin që do ta bënte samuraj dhe kishte 11 vjeç. Fillonte te 10-11 vjeç e merrte për dorë. Dhe kryente rregullisht marrëdhënie seksuale me të. Mase jo të gjithë, po ishte pjesë e kulturës, ishte aty, ishte prezente. Kurse ne njali pash kishim edhe kemi rënë qaftë shkreti. Vasiliki Çak, Vasiliki 14 vjeç, grua. Me standardet e kohës. Me standardet e kohës grua quhet. Si ishte ajo të arrin këmbë tavoli, por edhe ne kemi standarde të tilla, çfarë kemi dëgjuar tani, po ti arrin këmbë tok tani ama të merre. Jemi tek 11 pra, tek sfida legjendave, birën epos gëzuar gjithë dhe provojeni birën epos është Vietnami si vjet në. Po që shkonte me pikante këtë bira, shkonte vërtet. Tani je shumë i mirë. Ta them sinqerisht. Mos e egzagerova, mos është shumë kështu. Tani egzageroj, shikë. Mucha egzagerove. Hajde, gangster. Jo mos egzageroj. Ba, ishte si spat kjo gjëja. Se kur kalova në një kështu në një thikë. Ave varjesh.
Qa fitoj unë tani të e fundit nëse nuk... Asnjë gjë. Ishte karigja. Jo mos bë. Shiko, mua më ka mësuar jeta që janë disa salsa që djegin 2 herë. Do që? Po e manë vetë? Ja, dëgjoj. Janë disa salsa që djegin 2 herë. Njerë kur i ha. Dhe njerë kur i... E mëson kur janë kin. Në kin e mëson këtë gjë. Fillove lotove dhe. Po pa tjetër. Ky se ep vetëm po loton. Ma dha dhe mua. Ore, Barcelet, më tregosh flak fare, tradit. Tregojnë gjitha një Barcelet. Thuaj një Barcelet shumë modeste. Me këtë pikante në gojë tani çfarë dhe Barceletën do t'rregojmë. Si di, nuk jam ti Barceletash. Të vrasje mis do të qash. Nuk e humbja ma... Do ma thuash, po, me një kartopecet si ono. Uj, kartopeceta për vlovet. Maskara. Qumësht, do të marrë sponsor qumësht. E kam pas, po. Shkoj, gjitha është psikologjike. Qofse vetë përmban veten. Tha, iq po qanta. Nuk do ta lësh veten. Qa kisha pyetje tjetër unë? Ky do vetëm dalë më mirë se unë, ore. Ore, si është muhabeti kësaj? Si është muhabeti kësaj disleksis? Jam disleksik. Po kësi e kuptuar që disleksik? Qiko, kur ti kalon një trauma ishtë madhe se që kam kaluar unë në shkollë në Itali. Qa trauma kaloj? Po nuk e kuptoja pse isha ndryshe. Po që ndryshe e ti, o ti dukesh italian komplet. Jo. Më thua që të bëni shqiptar në Itali. Jo. E kisha disleksia. Filloja të lexoja, sa ndjeja presionin e kolegëve, njerëzve, shokëve që kisha në krah, më bëheshin shkronja të lëmsh. Si lujore se vdija. Edhe ka menduar gjysmën e jetës si thjesht s'kisha talent për të lexuar, s'kisha talent për të bërë shënzimet. Pastaj erdhi një zysh, cila ishte zysh shumë e mirë. Ishte nga këto zyshat që mbështeste leksionet e nxënësve, le të themi, me pak vështirësi. Edhe bënim këto bisedat bashkë me psikologen, edhe më thot, pa lexoja pak këtë, lexoj unë. Pa lexoja pak këtë. Më tha, "Mo, ti nuk është se ti lexosh ta. Ti je dislektik." Ku do të ishte disleksia, kupton? Por e ka përvuluar kurorita kuptova kompozhur. Kurorita kuptova që ishte një gjë që më kishte penguar, por njëkohësisht Alo, se janë pozicion e intervistuesit. Briande. Kurorita kuptova që isha po aq mund ta mbaj veten, po të bëj kështu kaq. Isha po aq i dëmtuar nga disleksia, sa që isha dhe i avantazhuar. Pse? Se kur fillova puna e ekran, fillova i mësoja skaleta të përmendësh. Ne që nuk i lexoja dot në kohë reale, se më kapte paniku, më iknin shkronjat. Prit parë, pyetje tjetër. Bëja punë shumë të mirë me leximin, para se të veja në emision dhe gjithë emisionin e bëja pas skalet në dorë. Çfarë thua? Edhe nga ana televizive duke kështu sa i përgatitur kë, s'ka nevojë fare. Ndërkohë mua më ishte nxirr jeta 2 javë rresht duke lexuar 4 fjali. Jo se nuk din, nuk mundet trurin të lexoj. Po si e bën? Si e përqendrohem shumë, qetësohem. Po lexoj shpejt, po s'peshu. E nuk di ta lexoj këtë tani. Hipa zbrita në majtë të vidhit, piva ujë në vrimën e pipzës së vidhit. Për mua s'ka sens. Hipa zbrita në majtë të vidhit, piva ujë në vrimën e pipzës së vidhit. Allah, e kanove disleksin! E kanove, ju shërua! Jam shërua. Ecën si vetë. Allah, e më thoi Barcelet. Në fakt ishte e Krishtit kjo. Ecën vetë. Shef. Bravo, gangster Toni, shumë i fort. E vetë për maj, çfarë disiplinë ke ti, o vlla? Është disiplinuar, nuk është se përvoloj. Jo, unë kam zjarr gojën, po. Po diskutohet. Dgjoj. Ma thuaj Barcelet burr. Po nuk ke, Barceleta. Nuk ke, po s'ke. Janë shumë çmtuta, nuk janë as bukra. Çfarë doja tjetër unë? Kaq më. Më thuaj çik për protestën.
Kjo është e fundit që do të pyesë. Çfarë protest? Ke qenë je suportiv Kam pas fufin, po, disa vite, po më humba më vonë. të protestës? Pra, ke qenë? Ke qenë në protest? Jo, nuk kam qenë në protest, shkoj vetë. Sot i madh, më bëjmë vështirë. Pa jo moderatori tani, opet. Po jam o moderator. Më ka përshtitit e protest. Shkoj në protest dhe shkoj për shumë me shumë qef. A ke qenë në protest dhe a je suportiv për atë protest, apo je të kategoria njerëzve që mendon se investimi është i mirë pritur? Ore, jam shumë dakord për investimet. Po jam shumë dakord për investimet transparente. Nëse ti më thua mua që do fitojmë 4 miliardë euro, kush unë? Kush është? Ne. Kush ne? Ekonomia shqiptare. Kush? Kur? Në këto 10 vite që do bëhet projekti. 400 milionë euro në vit. S'kemi pas asnjë zënë në këto 10 vitet e fundit që ndoshta vizet Shqipëri? Ato s'viten. Nuk viten këta. Pse? Fondet e Bashkimit Evropian që nuk dihen kuvern për. Po ato fondet e qenve për shkakun. Qend. Po. Qend. Ja, ta thotë Bashkimi Evropian jep miliona euro fonde edhe për Shqipëri, ndër vite jep fonde për qend, për shembull. Po çfarë qesh mo jep fonde? Po jep fonde mo vlla për qend. Jep fonde për persona, A ke qenë? Kam qenë. Kam pas qenë, po. Në protest ke qenë? Po. Aha. Ta do të një vitet legu? Jo, unë jam. Aty ku ka edhe vitet, po ne s'kemi. Jo. E do Barsaletën? Po. Okej. Është një meqense politik Barsaleti do e bashkë. Është një politikan gjerman, një politikan italian, një politikan shqiptar dhe një politikan spanjoll që po diskutojnë për investimet. Politikani gjerman që thot, hajde këtu thot, hap laptopin, zjerë ca pamje, një rrugë të bukur gjermane nga këto autobano me 300 orë, thot, shifni këtë rrugën, thot, 50 kilometra, thot, kam fituar 150.000 euro. Si keni fituar, thon të tjerët. Viza e bardha, nga 7.5 centim ta kam bërë 7. Tak lek të xhepi. E thot italiani, hajde. Hap, shifë këtë rrugën e thot, 100 kilometra, kaq, kam fituar, i thot, 500.000 euro. Si ke fituar, i thon ata? Po rruga do të jetë 14.5 metra ata, ka ecur 1 centim. Deri në fund ta 1 centim tha, gjysmë milion euro të xhepi. Spanjolli çka ke bër, shef tha, çdo të shtyll tha, ka 5 vida tha për që mban këto senjalistikën. Unë kam vënë nga 3 tha, nga 4 tha. S'ndryshon asgjë tha, çdo vit për kaq kilometra. Do shqiptari, ne ta hap laptopin, shifni këtë rrugën tha 250 kilometra. Jo, i thënë ata shohim një lëndin. Po normalisht. E di. Jam pro vjedhjes. Por e vjedh, po më jep gjën këmbim. Ti më thuaj mua, 4 miliardë. Po mirë, është mirë t'ia vjedhin pensionistit apo t'ia vjedhësh Flamengo? O zot, më fali se bëj shaka, se unë jam i pari që suportoj protestën. Unë jam nga Vlora. Unë shkoj në Nart të bëj plazh. Është vetëm një vend që kam mbetur për blonjatët për të bërë plazh, se përndryshe do të marrësh makinën të ikësh përtej Green Coast, se nuk kam plazhe private. E vërtetë është kjo. Tani unë do doja dhe do dëshirë të vazhdoja të bëja plazh. Nëse ti më heq plazhin e fundit të Vlorës, që është pjesa e plazhit të vjetër Narta dhe Zvërneci, do më japësh një gjë në këmbim. Ti nuk është se unë jam kundra logjikës që do bëhen investime. Ku? Hajde në Vlorë, thoj, ty vlonjat i dashur, ty shqiptar i dashur, po mbi të gjitha vlonjatit që po jeq mundësinë për vajt plazh. Do marrim 400 milionë euro në vit, do bëjmë kaq shkolla, do bëjmë kaq rrugë, do ju heqim taksën e dritave, do ja ulim për kaq se ky investimi do shërbej. Pra, ndaj një gjë me komunitetin. Ndaj një gjë, më informo dhe mua, edhe do bie dakord. A të ruaj flamingot apo të jap familjes time 10 vjet pa drita, për shkak edhe me këto lekë mund të bëj. Pra, më blidhe mua ose më jep një arsye pse unë të jem me ty. Kam përshtypjen shumica e njerëzve do bien dakord që është mungesë transparencë e theksuar. Në rastin konkret. Ose ka asnjëri as me Trumpin, as me Ramën në ka një dozë arrogancë në mënyrën se si e morën vendimin, në mënyrën se si u sollën dhe kanë gjithë drejtën qytetarë. Nuk është ere e parë. Absolutisht nuk është ere e parë. Kjo nuk është një bisedë që po ta bën një moderator. Kjo është bisedë që po ta bën një qytetar i Vlorës, i Tiranës, i cili shef padrejtësi çdo ditë. Dhe nuk është kjo padrejtësia. Është një nga padrejtësitë. Kam qenë në një tavolinë me një mikun tim që më tha, nuk është problemi politikani, saqë është problemi shteti. Dhe shteti nuk ka emër, shteti është Shqipëria. Po. Dhe ne nuk e kemi me politikanin, Shqipëria, qeveria është, po, dakord, e kuptoj logjikën edhe bie dakord me ty. A ka diçka që duhet ta shtojë në këtë emision dhe nuk të pyeta? Jo, ishte një kënaqësi shumë, do preferoja një sals më shumë. Ta kishim edhe një pak më sfiduese. Mund ta sjell. Po s'do jem unë.
Arion, unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë që ishe këtu. Je shumë i këndshëm, je një djalë shumë i mençur realisht, mendoj edhe një djalë shumë punëtor. E vlerësoj shumë këto tipare tua. Më pëlqen shumë që të shikoj çdo ditë që punon me gjëra ndryshme, mundohesh e i disiplinuar dhe edhe për mua je një influencë do rrallë mund të shoh. Influencë pozitive në ditën time. Them shef, ankohesh ti me 5 punore. Arioni po bën 8. Të falenderoj dhe shumë sukses edhe një herë. Falenderoj të gjithë sponsorët e mi, Argjendari Donaldo, Birrë Nepos, Bumbun, Tonën, juve që na ndiqni, miq, faleminderit juve, mos harroni follow, subscribe. Deri në puntat në ardhshme, kalofshi bukur.